Janë ja dy pyetje javës kaluar me hoqë nuk e përgjigj. Inshallah pyetja e parë thotë Selam aleikum hoqë, cili është gjykimi i pasurisë fituar nga YouTube dhe TikTok dhe të ngjashme, Allahu shpërbleft. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Javën e kaluar e shtym këtë pyetje për sot për shkak të njerive të pakta që i kam pas edhe vazhdoj me pas hala rreth fitimeve që bën internet. Por nga ajo që kam mujt me marr informacion pjesërisht, se unë nuk i njoh të gjitha fitimet ka vinë edhe rrugës se çish vinë. Por pjesërisht sa kam mujt me nxjerr argumente, fitimet në internet, në YouTube, në TikTok e tjera, ka prej atyre që janë halal, ka prej atyre që janë haram. Domethënë, parimisht, a është gjithçka që fitohet nëpërmjet kësaj rruge haram? Jo. A është gjithçka që fitohet nëpërmjet kësaj rruge halal? Jo. Ka disa janë haram, disa janë halal. Tash cilat janë halal, cilat janë haram, edhe me dasht me i përmend s'ka mundësi se janë shumë. Nëse dikush për vllaznive fiton me në far rruge, pastaj ne të na qen dhonat çysh fitohet që kjo për me mujt me krahasu në peshurën e shariatit. Por fillimisht themi se ka disa fitime që janë halal, disa nuk janë halal. Por detajizime do të me pas veprën e secilit ose fitimin e secilit, më na kallëzuar që e bën fitimin që vjen deri aty, pastaj na me pas se në aspektin shariatik është halal ose haram, wallahu a'lam.